Kuptoj, jam plotësisht i pafajshëm. E shprej pak kënaqësinë time për një vonë stil 2 vjeçare e gjys. Megjithatë ju falenderoj. Tërësisht i pafajshëm. Jam i pafajshëm në të gjitha pikat e aktakuzës. Unë nuk kam asnjë lidhje me asnjërin nga pikat që i lexoi prokurorja para pak kohë. Plotësisht i pafajshëm. Katër emra në Hag: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Ka histori që nuk mbyllen kur heshtin armët. Ka plagë që nuk mbyllen kur përfundon lufta. Dhe ka emra që edhe pas gati 3 dekadash vazhdojnë të mbajnë mbi vete peshën në një kohë që e ndryshoi Kosovën përgjithmonë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi, Jakub Krasniqi. 4 emra, 4 rrugë njerëzore, një luftë, një Kosovë dhe tash një sallë gjyqi në Hag. Më 4 dhe 5 nëntor 2020, të 4 u arrestuan nga prokuroria e specializuar dhe u transferuan në objektet e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës në Hag. Në paraqitjet e tyre fillestare, nga 9 deri në 11 nëntor 2020, të 4 u deklaruan të pafajshëm për të gjitha akuzat. Që nga ajo ditë kanë kaluar vite, jo muaj, jo 3 vite, por pothuajse 6 vite paraburgim. Dhe tani, pas një procesi gjyqësor që zgjati nga viti 2020 deri në fund të vitit të 2025, pas dëshmive, dokumenteve, ekspertizave dhe deklaratave të palëve, Kosova po numëron ditët deri më 16 shtator 2026. Atë ditë pritet të shpallet akt gjykimi. Por kjo histori nuk fillon në Hag. Për ta kuptuar këtë gjyq, duhet të kthehemi në një Kosovë tjetër. Në Kosovën e viteve 90. Në një vend ku shqiptarët përballeshin me represion, dhunë, dëbime dhe luftë. Në atë kohë, ushtria çlirimtare e Kosovës po shndroi nga një rezistencë armatosur në një faktor të rëndësishëm të luftës. Dhe në mesin e figurave të saj politike ushtarake ishin edhe këta 4 njerëz. Por rrugët e tyre nuk ishin të njëjta. Secili kishte rolin e vet. Secili kishte historinë e vet. Dhe pikërisht kjo është ajo që duhet të kuptojmë sot. Sepse gjykata nuk po gjykon historinë e Kosovës në përgjithësi, po gjykon përgjegjësinë penale të 4 individëve për akuzat konkrete që u janë ngritur. Hashim Thaçi, para se të bëhej president i Kosovës, para se të bëhej kryeministër, para se të hynte në historinë e Kosovës me shpalljen e pavarësisë më 17 shkurt 2008, Hashim Thaçi ishte një nga figurat politike kryesore të UÇK-s. Në vitin 1999 ishte pjesë qendrore e delegacionit shqiptar në Rambuje. Një figurë e re, një njeri rreth të 30-tave, një njeri që nga lufta do të kalonte në politikë dhe më pas në majat e institucioneve të shtetit të Kosovës. Por sot, pas gjithë asaj rruge, ai ndodhet në Hag. Në hapjen e gjykimit, Thaçi foli për të vërtetën dhe drejtësi. Ai e përshkroi procesin si një udhtim drejtyre. Mbrojtja e tij ka kundërshtuar pretendimin e prokurorisë se ai kishte kontroll efektiv mbi një strukturë kriminale të organizuar dhe ka argumentuar se UÇK-ja funksiononte në masë të madhe përmes strukturave lokale. Në një pjesë të rëndësishme të deklarimeve të mbrojtjes u pranua se krime ishin kryer nga individ shqiptar gjatë dhe pas konfliktit, por u mohua që ato të ishin rezultati një politike të udhëheqjes së UÇK-s. Ky dallim është shumë i rëndësishëm, sepse një gjë është të thuash se krime kanë ndodhur, dhe krye tjetër është të provosh përgjegjësinë penale të një individi për ato krime. Këtë dallim do ta bëjë gjykata.
Pastaj është Kadri Veseli, një nga figurat e njohura të strukturave të UÇK-s gjatë luftës. Pas luftës, emri i tij u bë i pandashëm nga politika kosovare. Deputet, kryetar i kuvendit, kryetar partie, një nga njerëzit më me ndikim në politikën e Kosovës. Por në nëntor 2020 jeta e tij mori një kthes tjetër. Nga Prishtina, në Hag, nga parlamenti, në sallën e gjyqit, nga politika në paraburgim. Edhe Veseli u deklarua i pafajshëm për akuzat, dhe gjatë gjithë procesit mbrojtja e tij ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë dhe ka kërkuar që ai të shpallet i pafajshëm. Pastaj është Recep Selimi, për shumë njerëz të luftës, një emër i njohur nga fronti, një figurë e UÇK-s. Pas luftës pjesë e institucioneve dhe politikës. Por më 4 nëntor 2020, ai u largua nga Kosova jo për një detyrë politike. U dërgua në Hag. Në hapjen e gjykimit, Selimi e kundërshtoi drejt për drejt aktakuzën dhe u deklarua përsëri i pafajshëm. Ai tha se aktakuza ishte pa bazuar në fakte dhe argumente të vërteta. Por një pjesë e deklaratës së tij shkon edhe më thellë. Selimi foli për Kosovën e viteve 90, për dobimin e shqiptarëve nga institucionet, për dhunën, për represionin dhe për atë se sipas tij, UÇK-ja nuk lindi nga dëshira për luftë, por nga nevoja. Në deklarimet e tij gjatë procesit, ai e ka përshkruar armën si mjet mbijetese. Kjo është pikërisht mënyra se si Selimi e sheh historinë. Por përsëri duhet thënë qartë. Kjo është deklarata dhe qëndrimi i Selimit, nuk është konstatimi i gjykatës. Jakub Krasniqi. Edhe pastaj është Jakub Krasniqi. Zëri, fjala, njeriu që gjatë luftës u bë një nga zërat publik të UÇK-s. Pas luftës u bë pjesë e institucioneve të Kosovës. Kryetari i kuvendit dhe për një periudhë edhe ushtrues detyre i presidentit. Një njeri që për vite të tëra kishte folur në emër të institucioneve. Sot flet para gjykatësve. Në hapjen e procesit, Krasniqi ishte i drejt për drejt. Kur ju kërkua të konfirmonte qëndrimin e tij ndaj akuzave, ai u shpreh se nuk kishte përgjegjësi për ato që i atribuoheshin dhe deklaroi: I am totally not guilty. Pra, jam plotësisht i pafajshëm. Kjo është fjala e tij. Dhe tash, fjala e fundit nuk i takon as atij, as prokurorisë, as mbrojtjes. I takon trupit gjykues. Çfarë thot aktakuza? Këtu historia bëhet shumë e rëndë. Sipas aktakuzës së konfirmuar, 4 të akuzuarit përballen me 6 akuza për krime kundër njerëzimit. Persekutim, burgosje, akte të tjera të shnjërzore, torturë, vrasje, zhdukje me forcë dhe 4 akuza për krime lufte. Arrestim dhe ndalim i paligjshëm ose arbitrar, trajtim mizor, torturë, vrasje. Sipas aktakuzës, krimet e pretenduara shtrihen nga të paktën marsi 1998 deri në shtator 1999. Ato lidhen me disa lokacione në Kosovë, por dhe me Kuksin dhe Cahanin në Shqipërinë e Veriut. Prokuroria pretendon se viktimat përfshinin qindra civil dhe persona që nuk merrnin pjesë në luftime. Në aktakuzë përmenden kategori të ndryshme viktimash, përfshirë serb, rom, ashkali, katolik, shqiptar të dyshuar si bashkëpunëtor me autoritetet serbe si dhe shqiptar të lidhur me LTK-n ose persona që nuk e mbështetën UÇK-n. Por përsëri, këto janë pretendimet e akuzës, jo vendim, jo dënim, jo fakti provuar përfundimisht ndaj këtyre 4 njerëzve. Ata janë deklaruar të pafajshëm dhe bara për ta provuar fajësinë është mbi prokurori. Një gjyq që nuk u mat me muaj. Të 4 u transferuan në Hag në nëntor 2020. Gjykimi nuk filloi menjëherë. Dosja kaloi në fazën paraprake,
Më 15 dhjetor 2022, çështja ju transmetua trupi gjykues. Pastaj më 3 prill 2023 filloi gjykimi. 3 ditë hapje. Më pas prova, dëshmitar, dokumente, seanca të panumërta, vite të tëra. Prokuroria mbylli paraqitjen e çështjes më 15 prill 2025. Mbrojtja filloi paraqitjen e çështjeve të veta më 15 shtator 2025. Procedurat e provave u mbyllën më 18 dhjetor 2025. Dhe deklaratat përmbyllëse u mbajtën nga 9 deri më 18 shkurt 2026. Pra, nga arrestimi në nëntor 2020 deri te aktgjykimi i planifikuar në shtator 2026, bëhet fjalë për një periudhë prej gati 6 vitesh. 6 vite larg familjeve, 6 vite larg Kosovës, 6 vite pritje dhe tash një datë. 134 dëshmitar. Në sallën e gjyqit kanë dëshmuar 134 dëshmitar. 125 të thirrur nga prokuroria, 2 nga mbrojtësi i viktimave, 7 nga mbrojtja. Përveç tyre janë pranuar dhe 164 deklarata dëshmitarësh në formë të shkruar. Në këtë proces marrin pjesë 156 viktima. Mendojeni këtë numër, 156 viktima. Por pas çdo numri ka një njeri, një fytyrë, një nënë që ka pritur, një baba që ka kërkuar, një fëmijë që është rritur me një karige bosh në shtëpi. Një familje që ndoshta ka pritur vite për të dëgjuar vetëm një fjali. Tash e dim çfarë ka ndodhur. Prandaj, ky gjyq nuk është vetëm për 4 njerëzit që janë në bangën e të akuzuarve. Është edhe për njerëzit që pretendojnë se janë viktima. Prokuroria kërkon dënime të rënda. Në përfundim të procesit, prokuroria kërkoi që secili prej 4 të akuzuarve të dënohej me 45 vjet burgim. Mbrojtja kërkoi pafajësi. Tash fjalën e kanë gjykatësit. Dhe kjo është ajo që e bën 16 shtatorin kaq të rëndë. Sepse atë ditë nuk do të ketë më vetëm akuza. Do të ketë një vendim. 16 shtator 2026, ora 10. Hag. Pas pothuajse 6 vitesh nga arrestimi, pas më shumë se 3 vitesh gjykim, pas 134 dëshmitarve, pas 164 deklaratave të shkruara, pas qindra dokumenteve, pas mijëra faqeve, pas netve të gjata të avokatëve, pas viteve të familjeve duke pritur. Më 16 shtator do të dëgjohet aktgjykimi. Dhe atëherë do të kuptohet se çfarë ka bindur gjykatën dhe çfarë jo. Ndoshta dikush do të qaj. Ndoshta dikush do të buzëqesh. Ndoshta dikush do të ndjej padrejtësi. Por për te gjithë kësaj mbetet historia. Dhe kjo histori ka një dhimbje të veçantë. Sepse këta 4 njerëz nuk janë vetëm 4 emra në një akt akuz. Ata janë pjesë e një brezi që kaloi nga lufta në politik. Thaçi, nga UÇK-ja në kryeministër e president. Veseli, nga strukturat e luftës në kryetar kuvendi e kryetar partije. Selimi, nga lufta në parlament. Krasniqi, nga zëdhënës i luftës në kryetar kuvendi dhe ushtrues detyre i presidentit. Një gjenerat që e pa Kosovën duke u djegur, dhe më vonë e pa Kosovën duke shpallur pavarësinë. Por sot, një pjesë e asaj gjenerate është në Hag. Dhe historia po kërkon përgjigje. Nuk është e drejtë të thuhet sot se këta 4 janë fajtor, sepse gjykata ende nuk ka vendosur. Por nuk është as e drejtë të harohen viktimat dhe akuzat që po shqyrtohen, sepse edhe ato meritojnë të dëgjohen. Kjo është ajo që e bën këtë histori kaq të rëndë. 2 anë, 2 dhimbje, një gjykatë dhe një të vërtetë që vetëm provat mund ta përcaktojnë. 16 shtator 2026, një datë që Kosova do ta pres me zemër të rënduar.
sepse pas asaj date 4 njerëz do të kenë marrë një përgjigje nga gjykata. Por Kosova do të vazhdojë të jetojë me historinë e saj. Me varret, me dëshmorët, me të zhdukurit, me viktimat, me të mbijetuarit, me luftëtarët, me gabimet, me plagët, me krenarin, me dhimbjen dhe me pyetjen që çdo brez ja lë brezit tjetër. Çfarë ndodhi vërtet? Ndoshta historia nuk na jep gjithmonë përgjigje të bukura, por e vërteta, sado e dhimbshme të jetë, duhet kërkuar. Sepse një popull nuk bëhet më i fortë duke harruar të kaluarën. Bëhet më i fortë duke pasur guxim ta shohë atë në sy. Kjo është rrëfime të heshtura. 4 emra, një luftë, një gjykatë, një datë që po afrohet.